Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković vlerësoi se sulmi i ri nga kryeministri i Kosovës në mandatin teknik të Albin Kurtit në listën serbe është provë e nervozizmit dhe frikës së tij nga debakli përfundimtar në votimin e 28 dhjetorit. Siç e kemi theksuar vazhdimisht, Kurti nuk ka asgjë për t'u afruar votuesve të tij përveç urrëties së zhveshur për gjithçka që është serbe. Ai nuk ka program ekonomik, kështu që po bën një lëvizje të re të dëshpëruar për të qëndruar artificialisht në pushtet, tha Petković, duke shtuar se Kurti po përpiqet që të shtyjë Nenad Rashiqin në parlamentin e Kosovës me forcë, edhe pse, siç deklaroi ai, populli serb nuk do ta bëjë këtë. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić u takua në Washington me senatoren Gjin Shahin, anëtaren më të vjetër demokrate të Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke informuar atë rreth zhvillimeve në Kosovë. Đurić theksoi se vendimi i Komisionit Qendror Zgjedhor për të kontestuar të drejtën e listës serbe për të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme dhe seriozisht në pikpyetje karakterin demokratik të zgjedhjeve. Đurić bisedoi veçmas me kongresmenin dhe anëtaren e grupit të kokusit serb Brett Schneider, si dhe me kongresmenin Michael Turner. Ai informoi bashkëbiseduesit e tij rreth sfidave me të cilët përballet Beogradi dhe serbët në Kosovë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë theksoi se përpjekjet e vetëvendosjes për të bllokuar certifikimin e listës serbe për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 28 dhjetorit janë të pamenduara dhe të përqarse. Në një postim në rrjetin social X thuhet se veprime të tilla dëmtojnë stabilitetin e Kosovës dhe interesat e Amerikës, përfshirë rifillimin e dialogut strategjik. Kryeministri në mandatin teknik Albin Kurti refuzoi të komentojë reagimin e ambasadës amerikane. Ndryshe, vendimi i Komisionit Qendror të zgjedhjeve u dënua nga misioni i OSBE-s dhe Bashkimi Evropian në Kosovë, si dhe nga ambasadorët individual të vendet të Kuintit. Analisti politik Albert Krasniqi theksoi se veprimet e dy anëtarëve të Komisionit Qendror Zgjedhor nga radha e vetëvendosjes dëmtojnë seriozisht integritetin e Komisionit Qendror Zgjedhor dhe besimin e qytetarëve në procesin zgjedhor. Ai deklaroi se sjellja këtyre dy anëtarëve ose tregon një ignorancë elementare të ligjit ose një qëllim të vetëdijshëm për të dëmtuar procesin zgjedhor. Secila prej këtyre dyre arsye është e mjaftueshme që ata të shkarkohen dhe raste deri me tani janë tashmë të shumta, tha Krasniqi. Ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese Kadri Kryezio beson se vendimi i Komisionit Qendror Zgjedhor për të mos certifikuar listën serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet është i gabuar dhe do të ketë pasoja negative për integrimin e komunitetit serb. Është një vendim i gabuar, krijon një atmosferë të pafavorshme për listën serbe dhe është e përdorur si një kauzë artificiale për zgjedhje. Kauzat zgjedhore duhet të bazohen në standarde të qarta dhe jo në konflikte të mëparshme, tha Kryezio dhe theksoi se integrimi i komunitetit serb është detyrë e Kosovës. Hapja zyrës rajonale të Interpolit në Beograd do të ishte një gjë pozitive për Serbinë në aspektin e forcimit të bashkëpunimit policor dhe prestigjit ndërkombëtar, thekson Marko Savković nga Fondi ISAK dhe vlerësoi se kjo nuk do t'i sillte mekanizma shtesë që mund të ndikojnë në rrugën e Kosovës drejt anëtarësimit në Interpol që po i ik Prishtinës për më shumë se një dekadë. Dekani i Fakultetit të Diplomacisë dhe Sigurisë në Beograd, Radojica Lazić, vlerësoi se anëtarësimi në Interpol është i rëndësishëm për Prishtinën për shkaqe të qasjes së saj ndaj Kombeve të Bashkuara, ndërsa për Serbinë pranimi i Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare është çështje sigurisë kombëtare. Grafitet me mbishkrimin e UÇK-s të cilët u shfaqën dje në rrugën kryesore Prishtinë-Rashka në Dudin-Kërsh në territorin e komunës së Mitrovicës së Veriut u hoqën këtë mëngjes. Grafitet ishin shkruar në muret e ndërtesave të braktisura dhe tani për tani nuk dihet se kush i ka fshirë mbishkrimet. Vendi Dudin-Kërsh ndodhet në kufirin midis komunave të Mitrovicës së Jugut dhe asaj të Veriut në rrugën që përdorin serbët për të shkuar në Rashkë.
Moti nesër do të jetë me vranësira mesatare në mëngjes në perëndim dhe veri perëndim me mjegull gjatë ditës në perëndim dhe veri perëndim të vendit her pas here do të bie shi, do të fryjë erë juglindore mesatare dhe e fortë. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 1 deri në 7, kurse ajo maksimale ditore nga 8 deri në 12 gradë Celsius.